Horoskopi për ditën e hënë 27 prill 2026. Dashi. I dashur Dashi, sot je plot energji dhe dëshirë për të vepruar, sepse ndikimi i Marsit në shenjën tënde të shtyn të mos rrish në vend. Mërkuri të bën dhe më të drejt për drejt dhe komunikues, prandaj mund të thuash gjëra pa shumë filtra. Megjithatë, dita kërkon që të mos veprosh vetëm për veten. Dikush mund të ketë nevojë për ndihmën tënde. Nëse ofron, do të kthehet në formë pozitive shumë shpejt. Kujdes me impulsivitetin dhe vendimet e nxituara. Ngjyra me fat e bardhë, koha me fat 11 deri në 13. Demi. Sot je në gjendje shumë të mirë shpirtërore dhe fizike. Gjërat që të bëjnë të ndihesh mirë, si ushqimi i mirë, ambienti i bukur, njerëzit e dashur, kanë një ndikim edhe më të fortë sot. Hëna në një shenjë toke të jep stabilitet dhe kënaqësi emocionale. Është momenti ideal për të kaluar kohë me miq, familje apo aktivitete argëtuese, sidomos me fëmijët. Mund të ndihesh më kreativ dhe më i hapur ndaj kënaqësive të jetës. Ngjyra me fat e kuqe, koha me fat 14 deri në 17. Binjakët. Energjia e ditës të fton të ngadalësosh ritmin dhe të qëndrosh më shumë në ambientin e shtëpisë. Nuk është dita për stres apo për shumë angazhime sociale. Mund të ndihesh më i lidhur me familjen, sidomos me një figurë femërore. Aftësia jote për të komunikuar me takt dhe diplomaci do të ndihmojë të shmangësh keqkuptime. Gjithashtu është një periudhë e mirë për të menduar për stilin tënd personal apo për të bërë blerje për vete. Ngjyra me fat e verdhë, koha me fat 9 deri 12 paradite. Gaforja. Sot je shumë i hapur ndaj komunikimit dhe lidhjeve sociale. Është ditë e shkëlqyer për të kaluar kohë me miq, për të marrë pjesë në aktivitete në grup dhe për të bashkëpunuar me të tjerët. Ambicia jote është e fortë dhe ndihesh më i sigurt për të shprehur dëshirat dhe synimet e tua. Çfarëdo që të bësh mund të ketë ndikim në të ardhmen tënde. Mos hezito të marrësh iniciativa. Ngjyra me fat jeshile, koha me fat 16 deri 19. Luani. Të tjerët të shohin si një person shumë të aftë, të besueshëm dhe me autoritet. Është një periudhë kur reputacioni yt është në rritje. Megjithatë, mund të reflektosh më shumë për vlerat e tua personale dhe për ato që kanë vërtet rëndësi në jetë. Mund të mendosh për stabilitetin financiar ose mënyrën se si po i përdor burimet e tua. Është një ditë e mirë për të vendosur prioritete. Ngjyra me fat e artë, koha me fat 11 deri 14. Virgjëresha. Hëna në shenjën tënde të jep një ndjeshmëri më të madhe emocionale, por dhe një ndjenjë kontrolli mbi situatën. Mund të ndihesh më i lidhur me veten dhe nevojat e tua. Gjithashtu, kjo rrit pak fatin tënd krahasuar me të tjerat. Është moment i mirë për të bërë një dëshirë ose për të kërkuar diçka që e do me të vërtetë. Beso në intuitën tënde. Ngjyra me fat bezh, koha me fat paradite. Peshorja. Sot mund të ndihesh pak i tensionuar në marrëdhënie, sidomos sepse energjia e Marsit përballë shenjës tënde krijon irritim. Njerëzit mund të duken më sfiduar se zakonisht, megjithatë forca jote është diplomacia. Ti di si të ruash ekuilibrin dhe të marrësh atë që do pa prishur marrëdhënien. Mundohu të mos reagosh menjëherë, por të mendosh para se të flasësh. Ngjyra me fat blu, koha me fat 15 deri 18. Akrepi. Trupi dhe mendja jote ka nevojë për më shumë pushim në këtë periudhë, ndaj mos u ndje keq nëse ndihesh më i lodhur. Nga ana tjetër, ke një shtys të fortë për të punuar dhe për të realizuar qëllimet e tua. Sot është një ditë shumë e mirë për të ndarë idetë dhe ëndrat me dikë që i beson. Mund të marrësh këshilla të vlefshme. Ngjyra me fat është ngjyra gurkali, koha me fat 6 deri 9 pasdite. Shigjetari. Je në qendër të vëmendjes dhe njerëzit mund të dinë më shumë për ty se zakonisht. Kjo mund të bëjë të ndihesh pak i ekspozuar, por gjithashtu të jep mundësi për të krijuar lidhje edhe më të forta. Marrëdhëniet e afërta janë të ngrohta dhe mbështetëse. Kërkoj gjëra që japin gëzim dhe energji pozitive. Ngjyra me fat e verdhë, koha me fat 12 deri 15.
Britsjapi. Ndihesh i frymëzuar për të bërë diçka ndryshe nga rutina jote e zakonshme. Ke një nevojë për ndryshim, qoftë edhe një shëtitje në një vend të ri apo një eksperiencë të re. Kjo do të jap energji dhe motivim. Është një ditë e mirë për të zgjeruar horizontet, qoftë fizikisht apo mendërisht. Ngjyra me fat gri. Koha me fat paradite. Ujori. Fokusi i madh te shtëpia, familja dhe marrëdhëniet e ngushta. Nga ana tjetër ke dëshirë për të dalë, për të folur me njerëz dhe për të mësuar diçka të re. Sot mund të dalin në pa çështje që lidhen me financat të përbashkëta, borxhet dhe detyrimet. Është një moment për duhet të kesh kujdes dhe të jesh i organizuar. Ngjyra me fat e kuqe. Koha me fat 13 deri 16. Peshqit. Hëna përballë shenjës tënde të shtyn të fokusohesh më shumë te marrëdhëniet me të tjerët. Mund të duhet të bësh kompromis dhe të japësh më shumë nga vetja. Fatmirësisht, marrëdhëniet janë të ngrohta dhe mbështetëse, sidomos në familje. Gjithashtu, idetë e tua për të fituar para mund të jenë shumë të vlefshme, mos i neglizho. Ngjyra me fat e verdhë. Koha me fat 15 deri në 20.